Mendoj që gjithë sakrificën më të madhe e bajnë familja kur është në pyetje profesioni jonë si aktor, sepse me të vërtet ka pasën bashkëshortja ime, ka pasën perioda në jetë kur nuk më ka parë për 2 muaj, sepse jam konë në Turqi, apo edhe kur kam qenë në Maqedoni, kam punuar 1 muaj për ditë, prej në 8 mëngjes dhe në 12 mëngjes, dhe në mbrëmje. Edhe ajo akon në për ditë, më thënë nuk ka pas pauzë. Besoj që sakrificën më të madhe e bajnë familja në këtë rast. Prezenca në familje. Nuk mund të jesh prezent nëse diçka më pozot keq ndodh. Ka shumë raste që aktorët janë konë në skenë, apo janë konë në ninqëzim dikun jashtë shtetit, kur kanë hupën njerëzit shumë të rëndë të familjes, edhe nuk kanë mujtën të ndërprejnë ata, shkaku profesionalizmit, se është një farë unwritten rule të them, që nuk ndalet teatri, çka do që të ndodhe. Edhe po, mendoj se sakrificës realisht unë mund të them që ne si aktor jemi tepër të privilegjum që e bëjmë këtë profesion, so që shpëtojmë njerit apo ndryshojmë diçka aq të mëdha. Megjithatë, sjellni gjëra të bukura edhe për publikun që ka nevojë të shohë. Patjetër, po mendoj që sakrificën gjithë e bajnë njerëzit rreth neve. E vërtet.